Janë të qarta dy argumente shumë të forta. E para është që partit e opozitës në asnjë formë ose mënyrë nuk po kërkojnë zgjidhje, po duan të mbajnë këtë blokad, dhe e dyta që koalicioni i tyre apo marrëveshja dhe dakordimi i PDK-s, LDK-s, AK-s dhe listës sërbe është ende funksional. Në formën e prezantimit të argumenteve se kinse nuk ka të drejtë kryesuesi i seancës të ndrojë formën e votimit, me deklarime se është antikushtetuese, në asnjë argumentim nuk u përmend ndonjë kushtetues apo i rregullores së punës së kuvendit që e parandalon votimin e fshehtë. Në të kundërtën, votimi i fshehtë parashihet e sidomos bazuar edhe në udhëzimin e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Prandaj duhet të tregojnë shumë qartë ku e kanë hallin, se diku një hall shumë më i madh është se sa funksionalizimi i kuvendit. Duket se halli i tyre është se nuk janë votat për qeverinë që ata pretendojnë se mund ta bëjnë, apo duket se duan që çdo gjë ta bëjnë çështje të pazarit politik. Pazar politik, marrëveshje politike nuk bëhet për çështje të konstituimit të kuvendit. Konstituimi i kuvendit nuk është çështja e kompromisit ose një marrëveshje politike. Marrëveshja politike do të vije atëherë kur ne ta kemi kuvendin e Republikës Kosovës të konstituuar. Në funksion të kësaj, ne jemi të vetëdijshëm edhe për numrat, e shumë përfolur se cilët janë ata, por megjithatë edhe një herë po e përsëris. Gjithë ata që dëshirojnë që koalicioni vetëvendosje, guxë dhe alternativa të mos qeverisë me vendin, e që janë partitë aktuale opozitare, le të krijojnë këtë mundësi duke mundësuar votimin e kryetarit të kuvendit edhe të nënkryetarëve. Çështja e dytë, unë besoj që edhe sot është përfaq para qytetarëve, para jush, që ekziston një koalicion që edhe gjatë fushatës zgjedhore unë e kam parashiku, jashtë të quajtëri koalicioni plas. PDK, LDK, AK dhe lista srpska. Ekziston ky koalicion. Kanë vështirësi sipas gjitha gjasave për me mujt me pa ose projektu veten si mandatar të qeverisë së ardhshme, por megjithatë kjo është përfaqë në këtë seancë. Kjo do ishte forma më e mirë të shohim se me të vërtetë është vullneti i të gjithëve, të shihet për qëndruar këtë situatë apo ka ndonjë bindje tjetër. Domethënë, ata janë kundër me frikën e tyre se mund t'ju ndodhë diçka që ata nuk e kanë kontroll. Nëse janë aq të bindur se kandidatja e propozuar nga lëvizja vetëvendosje nuk kalon, pse atëherë nuk e votuan procesin? Ose nëse janë të bindur se është keli kushtetuese, pse nuk qëndruan në sallë? Është mënyra më e mirë për të verifikuar është shkojmë votim. Dhe nëse del votimi krejtësisht i njëjtë, atëherë e dim. Nëse del votimi ndryshe, atëherë e kuptojmë se pse u mbajt kjo blokad deri në këtë ditë. Krejt qytetarët e Kosovës që dërgojnë ankesa për çështje të uzurpimeve, edhe çfarë do lloji që vlerësohet që nuk është në interes publik, unë adresoj. Po adresimin tek aktorët dhe tek përgjegjësit, kjo nuk kupton që do thotë unë duhet më dhoni llogari një personi fizik. Unë ju kam drejtu me shumë respekt familjes Geci, kam deklaruar që kam vlerësim e konsiderat për veprimtarinë e tyre dhe angazhimin në rrethona të vështira posaçërisht të pas luftës. Ai më ishte adresuar tash e pashme një ofendim, le të mbetet në domenin e gjithë secilit se çysh vendos dhe çfarë fjalori për zgjedh.